E falenderojmë Allahun xhelle shenuhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi alayhi salam. Paqja dhe mëshira e Allahu qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është kurbani, detyrim i të gjithë bijve të Ademit alayhi salam. Nga shpallja e dim se njeriu që nga hapat e parë në tokë ka pasur për detyrë që përmes kurbanit t'i afrohet krijuesit. Allahu xhelle shenuhu na tregon dhe thot: "Dhe tregoju atyre tregimin e dy bijve të Ademit, ashtu siç ishte kur të dy sollën një kurban, atij të cilit i u pranua dhe tjetrit jo. Ky i fundit i tha: do të vras me siguri." Ai tha: Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Ibrahimi alayhis salam bëri kurban dhe me gatishmërinë e tij për flijim arriti gradën e të qenit mik i Allahu xhelle shenuhu. Allahu xhelle shenuhu, siç ai vet thot në Kur'an, e mori Ibrahimin alayhis salam për mik dhe Ibrahimi alayhis salam i u lut Zotit të botëve: Zoti im, më dhuro një pasardhës të mirë, dhe ne e gëzuam atë me një djalë të butë në sjellje. Dhe kur ai u rrit aq sa të ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha: O biri im, unë kam parë në ëndër se duhet të therr, çfarë mendon ti? Ai tha: O babai im, bëj siç të është urdhëruar, do të më gjesh nëse do Allahu nga ata që durojnë. Të gjithë pejgamberët, të gjitha ummetet, të gjithë popujt kanë pasur për detyrë therrjen e kurbanit. Allahu xhelle shenuhu thot: çdo bashkësie fetare i kemi caktuar therrjen e kurbanit, që të përmendin emrin e Allahu xhelle shenuhu mbi kafshët që ai ua ka dhënë. Ashtu siç therrën kurban njerëzit e parë në tokë, të njëjtin detyrim e kanë të gjithë njerëzit, sepse Allahu xhelle shenuhu përmes Muhammedit alayhis salam, të dërguar për mbar njerëzimin, urdhëron: ne të dham të mirat më të mëdha, prandaj falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Ai që të urrejnë, padyshim do të mbetet pa përmendje. Në çdo vepër më e rëndësishëm është qëllimi, niyeti. Kurbanin e Habilit Allahu xhelle shenuhu e pranoi për shkak të niyetit të tij të pastër dhe të sinqert. Ibrahimi alayhis salam nuk e sakrifikoi atë që Allahu xhelle shenuhu kërkoi prej tij. Ai vetëm u sprovua me thirrjen për flijim. Allahu xhelle shenuhu thot për këtë: dhe kur e vuri atë me ball përmbys, ne e thirrëm: o Ibrahim, e realizove ëndrrën. Ne kështu i shpërblejmë ata që bëjnë mirë. Kjo ishte me të vërtet një sprovë e madhe. Dhe ne e zëvendësuam atë me një kurban të madh. Se niyeti është më i rëndësishëm se vetë vepra, e tregon më së miri shembulli i Ibrahimit alayhis salam, i cili për shkak të sinqeritetit të tij në gatishmërinë për flijim u bë mik i Allahut të madhruar. Edhe neve Allahu xhelle shenuhu na mëson se tek kurbani nuk është i rëndësishëm mishi apo gjaku, por sinqeriteti i niyetit. Allahu xhelle shenuhu thot: tek Allahu nuk arrin as mishi i tyre e as gjaku i tyre, por arrin veprat e mira që i bëni me sinqeritet. Allahu xhelle shenuhu kërkon nga njerëzit të jenë të gatshëm për sakrificë. Dhe kjo sakrificë duhet të jetë e sinqertë, ashtu siç ishte e sinqertë ajo e Habilit dhe e Ibrahimit alayhis salam. Allahu xhelle shenuhu e pranoi veprën e sinqertë
dhe çdo vepër e tillë e afron njeriu tek Zoti. Njëri nga bijtë e Ademit alayhis salam flijoi një dash, tjetri solli një dorë me kallin gruri. Ajo që është me rëndësi nuk është lloji i qurbanit, por niyeti me të cilin është bërë. Ibrahimi alayhis salam në fakt nuk e flijoi Ismailin, por padyshim kishte vendosur me bindje të plotë ta bënte atë veprim për hir të Allahu xhelle shanu. Prandaj Allahu xhelle shanu e zëvendësoi atë me një qurban të madh. Muhamedit alayhis salam i inkurajonte njerëzit të bënin vepra të mira, dhe në ditët e Kurban Bajramit nuk ka vepër më të madhe se therrja e qurbanit. Buhariu dhe Muslimi transmetojnë nga Enesi radiallahu anhu, pasi falem namazin e Bajramit, Muhamedit alayhis salam i usollën 2 desh të mëdhenj me brirë. Ai tha tekbir dhe i theri. Zejdi e pyeti, çfarë janë këta qurban? Muhamedi alayhis salam u përgjigj, kjo është sunneti i babait ton Ibrahimit alayhis salam. Zejdi pyeti përsëri, e çfarë përfitojmë nga kjo? Muhamedi alayhis salam tha, për çdo kime të qurbanit tënd ke një shpërblim. Po ashtu, Muhamedi alayhis salam ka thënë, nuk ka vepër më të dashur për Allahun në ditët e Kurban Bajramit se sa therrja e qurbanit. Ai gjithashtu ka thënë, nuk ke investuar më mirë paratë tua se sa në atë që therrët në ditët e Kurban Bajramit. Shpërblimi për therrjen e qurbanit është i jashtëzakonshëm. Muhamedi alayhis salam ka thënë, Allahu e pranon gjakun e qurbanit para se ai të bjerë në tokë, dhe me rënjën e pikës së parë të gjakut, Allahu i fal mëkatet atij që e therr qurbanin. Ai gjithashtu ka thënë, kush therr qurban me niyet të pastër dhe duke kërkuar kënaqësinë e Allahut, qurbani i tij do të bëhet perde që e mbron nga zjarri i xhenemit. Sot është dita e Kurban Bajramit. Kjo është dita e sakrificës, e përkushtimit dhe e bindjes së plotë ndaj Allahut të lartësuar. Është dita kur kujtojmë veprën madhështore të Ibrahimit alayhis salam, i cili pa u hamendur i u nënshtrua urdhrit të Zotit. Është dita kur ndjekim shembullin e bijve të Ademit, të Ibrahimit alayhis salam dhe të Muhamedit alayhis salam, i cili vet ka therrur qurban dhe na ka urdhëruar që ta bëjmë këtë për hir të Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelalu. Nëse dikush deri më sot ka qenë në dyshim, sot është dita që ky dyshim të shuhet. Sot është dita e vendimit. Le të jetë kjo therrje për Allahun sinqerisht, me bindje dhe me shpresë në mëshirën e tij. Ashtu siç ka urdhëruar Zoti dhe ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Nga qurbani mësojmë se përveç afërsisë me krijuesin, ai na afron edhe me njëri tjetrin. Mishi i qurbanit, sipas dispozitave, ndahet për familjen, të afërmit, fëmijët dhe të varfrit. Duke dhënë një të tretën për familjen, mësojmë rëndësinë e saj dhe vendin që ajo ka në prioritetet tona. Duke ndarë një të tretë për të afërmit dhe fëmijët, kujtojmë detyrimin fetar për të ruajtur lidhjet familjare dhe fëmijësore. Duke ndarë një të tretë për të varfërit, përmbushim detyrimin që të gjithë njerëzit në këtë ditë Bajrami ta ndjejnë gëzimin, kujdesin dhe dëmshurinë e besimtarëve, një kujdes që duhet të jetë i përhershëm dhe i pandërprer. Ashtu siç qurbani na mbron nga zjarri i xhehenemit, ashtu edhe sadakaja na mbron nga ai zjarr. E lutim Allahun xhelle shanuhu që të pranojë çdo sakrificë tonën dhe të na bëj qurbanët tanë mjet shpëtimi dhe afërsie tek ai, dhe udhë të lehtësuar për të kaluar urën e siratit. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.